Miliona qeliza të sistemit imunitar patrullojnë, kërkojnë dhe shkatërrojnë çdo mikrob që tenton të hyjë. Por ajo që shumë nuk e dinë është se forca e këtyre qelizave varet nga ajo që ham çdo ditë. Kjo është historia e trupit që mbrohet, jo me armë, por me ushqim. Sot do të zbulojmë 5 ushqime që e bëjnë këtë mbrojtje të pathyeshme. Por para se të zbulojmë numri 1, le të kuptojmë diçka të rëndësishme. Trupi nuk bëhet i fortë për një ditë. Çdo vitamin, mineral e aminoacid është si tulla që mban murin e shëndetit. Nëse një tull mungon, muri fillon të qahet. Brokoli, laboratori i jeshili trupit. Brokoli është si një farmaci e vogël natyrale. Përmban vitamin C, E dhe A, por sekreti i tij quhet sulforafan. Kjo substancë aktivizon enzimat mbrojtëse të qelizave dhe ndihmon në riparimin e ADN-s. Njerëzit që e konsumojnë rregullisht kanë qeliza imunitare më reaguese. Efekti nuk vjen nga një vakti vetëm, por nga qëndrueshmëria çdo ditë. Nëse do të dish cilat ushqime e trajnojnë imunitetin si një ushtri e vërtet, qëndro, sepse ushqimi i dytë është një surprizë që shumë njerëz e nënvlerësojnë. 2. Agrumet, trajnueset e leukociteve. Portokalli, mandarina dhe limoni janë burime të pasura me vitamin C. Kjo vitamin ndihmon trupin të prodhojë më shumë leukocite, qelizat që sulmojnë viruset. Por kujdes, vitamina C nuk ruhet gjatë në trup. Ajo shpërbëhet shpejt, ndaj duhet marrë çdo ditë. Një gotë lëng portokalli në mëngjes është si një sinjal për trupin, koha për t'u përgatitur për betejë. Por çfarë ndodh nëse qelizat janë të lodhura dhe të mbingarkuara me toksina? Ushqimi i tretë është qelsi që i pastron dhe i rigjeneron ato. 3. Boronicat, mburoja blu e qelizave. Të vogla, por të fuqishme. Boronicat përmbajnë antocianina, pigmente që u japin ngjyrën blu-vjollc dhe fuqinë antioksiduese. Këto substanca neutralizojnë radikalet e lira që dëmtojnë membranat e qelizave imunitare. Studiuesit kanë parë se njerëzit që hanë boronica çdo ditë kanë një reagim më të shpejtë ndaj infeksioneve të zakonshme. Në thelb, boronicat janë mburoja që mbron trupin nga plumbat e oksidimit. Por edhe ushtarët më të mirë kanë nevojë për energji, dhe kjo energji vjen nga një burim që ndoshta e ke në kuzhinën tënde. 4. Frutat e thata, karburanti i sistemit imunitar. Bajamet, arat dhe lajthit nuk janë thjesht të shijshme. Ato janë burime të vitaminës E, një antioksidant që ndihmon qelizat të funksionojnë siç duhet. Omega 3, që gjenden në to, ulin inflamacionin dhe ruajnë ekuilibrin e trupit. Një grusht bajamesh çdo ditë është si një dozë energjie për trupin pas betejës. Por, asnjë ushqim nuk ka ndikim më të thellë se i pesti. Ai nuk i forcon vetëm qelizat, i mëson ato të mendojnë. 5. Hudhra, truri i sistemit imunitar. Që nga lashtesia, hudhra është përdorur si antibiotik natyral. Sekreti i saj është alicina, aktivizohet kur hudhra shtypet. Ajo zgjon makrofagët, qelizat që han bakteret dhe përshpejton komunikimin mes leukociteve gjatë një infeksioni. Në thelb, hudhra vepron si një komandant që udhëzon ushtrinë në fushë betejë. Por ja sekreti i vërtet. Nuk mjafton të hash një ushqim her pas here. Sistemi imunitar është si një orkestër, çdo instrument duhet të jetë në harmoni. Nëse një vitamin mungon, muzika kthehet në kaos. Nëse e tepron me sheqer dhe ushqime të përpunuara, qelizat humbasin fokusin. Fuqia e imunitetit ndërtohet nga zakonet e përditshme. Shumë kujdesen për trupin vetëm kur sëmuren, por imuniteti ndërtohet gjatë ditëve kur je mirë, jo kur ke ethre. Të hash mirë nuk është luks, është mbrojtje. Në çdo vakt, zgjedh nëse trupi yt do të ketë një ushtri të lodhur apo një ushtri që lufton me forcë dhe inteligjencë. Brokoli, agrumet, boronicat, frutat e thata dhe hudhra janë 5 alat të thjesht por të jashtëzakonshëm. Ata ndërtojnë një sistem imunitar që të mbron nga brenda, çdo ditë pa zhurmë. Trupi yt nuk harron kurrë si e trajton. Çdo ushqim i mirë është një investim në shëndet, dhe çdo vakt është një mundësi për t'u bërë më i fortë, më i qetë, më i gjallë. Nëse do që trupi yt të mbrojë, fillo ta mbroshet e ti.